për tjetrën shumë shpejt. Jeni gati për tjetrën shumë shpejt. Egli Tako ka ngritur dyshime dhe kuriozitet tek ndjekësit e saj pasi së fundmi ka postuar këtë video në Instastory ku siç e pat ajo shfaqet duke vozitur një makinë me targa të Shkupit dhe në sfond dëgjohet një zë i saj i qartë që thotë: "Po vi shumë shpejt", duke mos zbuluar asnjë detaj më shumë. Kaq ka mjaftuar që fansat dhe ndjekësit të fillojnë spekulimet, a është Egli duke paralajmëruar një projekt muzikor të ri? Kujtojmë që ajo ka flirtuar me skenën muzikore edhe më parë, dhe një rikthim në muzikë nuk do të ishte surprizë. Nga ana tjetër, ka zëra që sugjerojnë se ajo mund të jetë në bisedime për një fushatë reklamuese si modele apo imazh publik për një markë të njohur në rajon. Pamja e saj gjithnjë në rritje në rrjetet sociale dhe prania në evente të ndryshme i japin terren kësaj ideje. E një gjë është e sigurt, Egli nuk e bën këtë gjë rastësisht. Ajo po përgatit diçka dhe ka zgjedhur ta lërë publikun në pritje. Çfarë mendoni ju? Apo rikthehet në muzikë, apo po bëhet fytyra e re e ndonjë brendi të madh?